Jasalek, bonus do të marrin mjekët specialistë që transferohen në rrethe. Në shërbimin spitalor në vend aktualisht janë të punësuar rreth 12.300 punonjës shëndetësie. Megjithatë, mungesa e mjekëve specialist vijon të mbetet një problem i theksuar veçanërisht në spitalet rajonale. Për të adresuar këtë situatë, qeveria ka miratuar një vendim sipas të cilit mjekët specialistë që do të transferohen për të punuar në spitalet rajonale do të përfitojnë një bonus mujor prej 25.000 lekësh përveç pagës bazë. Vendimi është marrë në mbledhjen e fundit të Këshillit Ministrave dhe synon të nxjisë mbulimin e nevojave shëndetësore në zonat ku mungesa e specialistëve është më e theksuar, po ashtu është vendosur që në rastet ku ka mungesë të mjekëve të urgjencës të kryen transferime të mjekëve nga sistemi parësor i kujdesit shëndetësor dhe nga qendrat shëndetësore me qëllim garantimin e funksionimit të këtij shërbimi etik. Prej vitesh, profesioni mjekut të urgjencës po refuzohet nga të rinjt. Boshllëqe të shumta në këtë sektor kyç për trajtimin e rasteve emergjente. Sipas të dhënave, çdo vit regjistrojnë rreth 1.000 vende vakante për punonjës shëndetësie, kryesisht në zonat e thella malore dhe larg qendrave urbane. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka ngritur një grup pune për rikonceptimin e plotë të spitaleve rajonale në të gjithë vendin. Reforma parashikon rishikimin e largësisë së këtyre spitaleve nga qendrat e banuara, shfrytëzimin e shtetërve spitalor si dhe riorganizimin e shërbimeve që ofrohen. Qëllimi i kësaj nisme është profilizimi i spitaleve rajonale sipas nevojave reale të popullatës dhe përqendrimi tyre në shërbime të caktuara, duke synuar rritjen e eficiencës për përmirësimin e cilësisë së kujdesit shëndetësor.